Përshëndetje zonja Natasha, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Për ne është kënaqësi të kemi një bashkëbisedim live me një qytetare shqiptare nga diaspora, rezidente në shtetin Fshin Grek. Para 10 vjetëve kisha ndërtuar një shtëpi në Korçë, të cilën e ndërtova pa lej, kalon në rruga, më merr pjesën që donte qeveria dhe prisja më bën dëshpërblim dhe prisja që të pajisesha me për pjesën tjetër që më kishte ngelur me dokumentat e pronësisë. Kaluan 10 vjet dhe akoma nuk po gjeja zgjidhje. Dhe prandaj u drejtova platformës Shqipëria më që duam. Platforma që kontaktoi me ne, na dëgjoi problemin që kishim dhe filloi procedurën për ta zgjidhur problemin. Dhe kjo procedurë zgjati veç 24 orë, 48 orë, jo më tepër. Ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që ndodhen jashtë, sepse të gjithë patriotët tanë që ndodhen jashtë, pothuajse këto probleme kanë, t'i drejtohen platformës dhe do gjejnë zgjidhje menjëherë. Faleminderit zonja Natasha për kohën tuaj. Uroj që përvoja juaj të jetë një mesazh për të gjithë bashkëdetarët në diasporë, për të adresuar problematikën e tyre në platformën Shqipëria që duam.